Po shtrajtohet jo veç rryma, po tona gjanat. Pensionin e kam 200 euro. Dhe më thonë 1/3 pensionit për ma me rryma. Na kemi punë shumë keq. Edhe Allah kush po interesohet për neve më duket. Shumë vështirë. Nesër duhet me dalë gjithçka. Se dia muj me bosenesh duhet me dal pak. Duhet me dal, pse po duhet me dal? Se po shtrajtohet jo veç rryma, po tona gjanat. Po që javë Apo nesër duhet gjithçysh me dalë. Unë për vete ku me dalë gjithçysh. Edhe o mirë popullin më përgjigj kësaj ftese. Zuresa për rrymë, ç'është pret ne? Proteste qëllume, proteste arsyeshme. Sa po mendon që u teplu kjo rritja e rrymës? Po rritja e rrymës në krahasim me tarma tona është e tepruar. I kalon gjitha limitet. Qa po mendon, cili ka me qenë reagimi pas protestës? Qa ka me pas? Nuk e di cili do të jetë reagimi popullatës, nuk e di. Pritshmëritë tua? Pritshmëritë janë zero. Priti protestën nesër për shtrejtimin e rrymës? Pasha nerën. Se dia muj me bosenesh duhet me dal pak. Duhet me dal, pse po duhet me dal? Se po shtrajtohet jo veç rryma, po tona gjanat. Jo shimure, krejt me boke, me krejt shkojnë. A është e tepruar kjo për popullin? Wallahi po, se nuk po shtrajtohet veç rryma 15%, po 40% me krejt po bëhen. Tregon pak, a kish mujt me reagu diçka qeveria Kurti rreth kësaj çështje? Tyve duhet me reagu ja sa dia kur. Hajde. Shtrejtimin e rrymës që ka me u bota, është protesta që po lajmërohet për nesër. Jo, po ka thonë kryetaria se s'kan me shtrejtue. S'ka me shtrejtu? Jo. E qa po mendon për protestën që organizohet nesër? Hajde, inshallah bojnë diçka. Tregona pak që shpresni protestën nesër që ka me organizu për shtrejtimin e rrymës. Po me popull tonë është shumë interesant. Bashkë për çka duhet mësue popullin protestë ka njerë nuk mësue. Por diçka që sa fort me rëndësi mushët sheshe plete. Apo thuaj që javë nesër? Apo nesër duhet gjithçysh me dalë, unë për vete ku me dalë gjithçysh. Edhe o mirë popullin më përgjigj kësaj ftese. Sa ka qenë pakesa për muajin e fundit e rrymës? Për muajin e fundit e unë se unë nuk harxoj qa shumë, ka qenë 62 euro. A ka qenë për juve shumë? Për mua sa dush, në pensionin e kam 200 euro. Dhe më thonë 1/3 pensionit për ma me rryma. Nashta edhe, shqive, punë që i krim me rrymë. Nashta në kohë qashtaj, po na po kemi problem që tani kjo po shkon zinxhir. Rryma nota si shtrajtohen, priti çmimet, bile kanë filluar, alo, po kanë filluar çmimet më ngrit. E aty problem të, po shumë ngarkesë e madhe për neve qytetare, sidomos për neve që jemi shtesa me olt, na kemi punë shumë keq. Edhe Allah kush po interesohet për neve më duket. Shumë vështirë, nesër duhet me dalë gjithçysh. Se po më duket që ka mundësi edhe mos me shtrajtu, po hajt ne hom ky popull që shtu pe han, janë mësues gjithë. Apo mendon që kështu ka me vazhdu ende? Pa që po shifet që shtu po shkon. Na bedimi inflacioni ku kam rritë tash, në për shembull para 2-3 vjete, me këqyr smith, krejt janë bile 2 fish ma shtrajtën se para 2-3 vjete. E pensionit e rrogat për shembull që janë rritë 20%. Apo mendon që qeveria Kurti ka me ndru diçka pas protestës që ka me u bë nesër? Vallai, në kohë që kjo qeveri që jo kom për para shtirë që kom në ndryshë. Se po thoni? Po dihet që 4-5 vjetë për shembull, gjithë për shembull, veç shtrajtime, të rrymë, shtrajtime, gjithë artikujve, nuk po ndërmarrin diçka se për shembull shteti kanë herë duhet me intervenu në këtë sene. Duhet kanë herë me intervenu në çmime, në rrymë, sen, ose me subvencionue, dyqysh duhet me jabo, duhet me ditë për shembull, dirtë që i ka populli. Apo mendojnë që kanë gabu njerëzit që kanë votu qeverinë Kurti? A është dashur me vazhdu ende qeveria Kurti me qenë pushtet? Vallahi për mua kanë gabu shumë, po kom pas thonë njëherë më kanë shohë që më kanë thonë. Po për mua e kisha në rrugë. Pse? Mas po e për shembull premtimit që kanë dhënë kur si kanë përbajt. Krejt kanë amenuar që komo bën një ndryshim për të mirë. Po gjoni arsyetimi jo pandemia, jo është Ukraina, ja se në atë pëdim gjitha. Cili ka qenë ndryshimi që ju e keni prit mas shumë të prej kësaj qeverie? Mas shumë të kom pritë se ka pa thonë shtresat e ulta në kom ingrit. Gjithë ato ka pas, se këta edhe të majtë, partije majtë, e ka thonë që shtresat e ulta e kom ingrit. S'ka ndodhe jo. Kemi punë shumë ma kësë që na pas për para. Një mesazh për qeverinë Kurti, a e ki? Për qeverinë Kurti në qofë se prapë e bënë qeverinë, letë kujdeset për qytetarët pak ma tepër. E të lëmë mo këtë patriotizmin deklarativ. Me fjallë patriotizm se në popullit dhe me hongër, pa patriotizm më sa nëjë. Faleminderit shumë aq. Kalonim. Organizu protesta për shtrejtimin e rrymës? Kom dëgju. Në rregull, apo na tregon pak çysh po e presi protestën edhe a javlim me u bë protestë?
Po vetë fakti se populli po qohet në protest e ka domethënien e vetë se janë të pakënaqur. Mendoj edhe unë se rritja për 15% është pak sa shumë, duke marrë parasysh rrethanat edhe pagat që i marrin, varfëria me disa familje. Ishdash këto shteti apo qeveria apo kushdo që i cakton këto çmime, me i marrë këto parasysh. Qeveria është për popullin. Apo mendoj që po bën qeveria për popullin atë sa duhet? Po në qoftë se populli qohet në demonstrata apo e shprehat pakënaqësinë e vet, kjo do më thonë se mendoj se jo. Mendon se Unë jo? po foli për rrym. Po. Tash po foli për rrym. Duhet mi marrë qeveria në konsiderat pakënaqësinë e popullit, edhe duhet me vepru. Tek e fundit populli ka zgjedhë qeverinë për me punu për këtë qytet, për këtë shtet, edhe për popullin. Tregon pak cili kishte me qenë reagimi, opinioni juaj, reagimi i qeverisë pas protestës që ka me organizu nesër. Reagimi i qeverisë kishte me qenë që mi marë parasysh këto protesta, me kuptu që populli është i pakënaqur, edhe se ndoshta duhet mi ndihmu popullit. Tash qeveria din ma mirë se si mundet mi ndihmu popullit në këso raste, edhe në qoftë se është qeveria e popullit, atëherë duhet mi ndihmu popullit, duhet mi marrë në konsiderat të gjitha rrethanat. Tregon pak për fund edhe pjesën tjetër brenda Kosovës që ka ndodhur situata brenda pak ditësh, 5 vrojë kështu me numër që kanë ndodhur ditët e fundit. Çka po mendon? Pse është ardhur deri në këtë pikë populli shqiptar për me ardhur deri ja? Unë nuk jem ekspert, unë jem shumë i pakënaqur, edhe besoj që edhe shumica e popullit është e pakënaqur me këto. Është tragjike, mas pari për ato familje të cilat i kanë humbë të dashurit e vetë. Duhet qeveria të angazhohet ma shumë, kur thëmë qeveria prap e mendoj policia, duhet edhe psikolog të angazhohen me këqyrë pse po vje deri të kjo, çfarë janë shkaqet, si mund t'i ndihmojmë, si mund të intervenojmë, mos t'i ndodhen këto sajnë, se me të vërtet janë do raste, po gjitha vrasit janë dhimbje për familjen, po dhe i jep një hijet keq edhe shtetit. Fiks. Faleminderit shumë për kohën. S'ka gja.